përqafimin e islamit nga shqiptarët e konsiderojnë tragjedi disa islamofob shqiptarë. Po gjithsesi, është diçka cilën thjesht nuk mund ta tejkalojnë. Është, do të thonë, bëhet fjalë për ngjarje qindra vite më parë, cilat sido që çfarë argumentesh të kesh që ka ndodhur, tash ajo ka qenë ka shkuar dhe tash ajo punë nuk kthehet. Po, Ndërsa edhe nëse nuk pajtohesh me të, edhe nëse e konsideron si diçka të keqe, të kthehesh aq mbrapa është e kot në plan të parë, por është dëshmuar edhe e dëmshme, sepse është dëshmuar që vetëm se krijon pakënaqësi të njerëzit, krijon pa nevojë për çfarë, krijon debat publik pa nevojë. Dhe nga kjo nuk ka asnjë dobi, domethënë argumentet që japin për gjëja për qafim me dhunë, që ose për interes, themi që në atë kohë mund të kenë ndodhur ashtu. E vërtetë është se nuk janë konzistent me që nuk është se edhe fe tjera nuk janë shpërndarë me metoda të njëjta, nëse atë ke si argument kundër islamit. Ka historia njefsh precedent të shumt edhe nga historia e Evropës krishtere, themi, kur popujve fisëve ose popujve të caktuar është dhënë ultimatum të përqafen krishterim nëse vdekjen. Mirë po, ja përshtim në rastin norvegjezve, por tash ato nuk thejnë mbrapa, janë krishterë krenar, flamur e kanë kryqin, është ka qenë ka shkuar, dhe është rjetojnë me realitetin aktual. Por musliman rejtësve shqiptar endu ka ngel hatri për atë që ka ndodhë themi, qindra vite më parë, dhe mendoj se ende ka shpresë që gjërat mund të kthehen mbrapa si kanë qenë. Që është e kot, është dëshmuar e kot, prej ka disa dekada prej se bën insinuata, bën thirrje, vetëm krijojnë debat të ashpër pa nevojë. E pa nevojshme, po.